Kjo ishte pamja në Bregdetin e Velipojës këtë fundjavë. Ditët e pushimit dhe rritja e temperaturave tërhoqi qytetar nga Shkodra, por edhe vizitorë të huaj në plazhin e Velipojës, të cilët kishin zgjedhur të kalonin disa orë ndryshe në rrezet e diellit. Pas tërtia, distanca e favorshme me qytetin, çmimet konkurruese janë arsyet pse ky plazh frekuentohet në masë. Unë që kur kam qenë fëmijë, kam frekuentuar plazhin e Velipojës. Njerëzit janë të mirë, ushqimet janë të mira dhe Velipoja po ashtu është duke u afruar me standardin e konkurrencave të tjera si Greqia, si Maqedonia, kanë vazhduar duke futur shumë pjesën e ushqimit tradicional të pjesa bufeve, që nuk është në pjesën tjetër të Shqipërisë, ku kam lëvizur. Dhe që thonë njerëzit ja rëmuja gjane, ma vend e tjetë, ma vend e mirë se Velipoja për në Shqipëni sot përse të s'ma mërmene si ka vend. Edhe çmimet janë të rësueshme këto. 25 euro me hangër, me pije, me fjetet, tëna kuj zonë, të në botë ka të shkojsh ma lirë se në Velipoj nuk i zjanë. Sa ire kena orë ma herët, po vitëve tjera vina në goshtë sezon. Nesër shkojmë, është vend shumë familjar. Na është viti 10 që vi me resht këta, për një ekonomi familjare që shem na, një familje mesatare, është e pranueshme, është e arsyeshme. Kurrikull e gushti janë muajt kur në Velipoj shtohet fluksi i pushuesve rezidencial apo ditor, duke arritur pikun në fundjavë.